Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit zonja deputete. Po zoti Dumani. Faleminderit edhe për vlerësimet, por edhe për pyetjen, ajo që ndikon patjetër është puna. Pasja e rasteve konkrete të çështjeve të suksesshme. Vetëm në këtë mënyrë rritet edhe besimi i opinionit publik. Ne komunikojmë vetëm zyrtarisht vetëm për çështje konkrete dhe më mirë se flet puna, nuk flet asgjë tjetër. Dhe në vite jemi përpjekur, duke ato që thashtë më parë se s'dua të bëjmë përsëritje, duke ndërtuar çështje të mira me perspektivë të suksesshme, besimi i publikut është rritur, shpresojmë që të vazhdoj publiku të na besojë edhe në vijim. Faleminderit. Po e ka kërkuar fjalën zoti Gjoni, por do t'ju lutesha bëj pyetjet edhe ti jesh racional me kohën. Se ka ndalë pothuajse gjitha gjërat. Janë komplet ndryshe nga këto parafolësit. Faleminderit zoti kryetar, faleminderit zoti Dumani, faleminderit juve përfaqësuesit e institucionit që keni paraqitur sot. Pyetjet e mia kanë të bëjnë kryesisht të nivelit profesional dhe shqetësimet të cilët janë të jetës përditshme. A mendoni juve, se pyetjet më detajuar do e bëj zoti Kolliçi, po në lidhje me inceneratorin, a mendoni që duhet ketë një escrow account në rastin konkret që parat mos shkojnë në pjesën fundore, por të depozitohen derisa të zgjidhet kjo çështje, në mënyrë që mos të krijojë edhe dëm ekonomik, por nga krau tjetër, parat mos t'jenë furnizues dhe në lidhje me këtë, unë shoh që juve shpeshherë dhe shtrohet edhe një pyetje edhe nga miqtë e mi në lidhje me këto organizata, jo në kuptimin e keq, organizatat kriminale të cilët gjykohen jashtë shtetit. Dhe a mos po abuzohet me këtë organizatën kriminale në vetvete, në mënyrën se si po paraqitet duke ditur edhe format e bashkëpunimit dhe përcaktimin ligjor që është parashikuar, sepse shohim që për çdo vepër penale një organizatë kriminale, për çdo vepër tjetër prap një organizatë kriminale. Se organizata kriminale në vetvete duhet të ketë një formë bashkëpunimi tepër specifik. Mos është element i bashkëpunimit, apo dhe në lidhje me këtë, duke qenë se problemi inceneratorëve është fragmentarizuar, a mund të Ju lutem, zoti Gjoni, bëj pyetjet se s'po të pengon zoti Balliu. Me qenë se çështja e inceneratorëve është fragmentarizuar dhe është ndarë, nuk është përgjegjësi e prokurorit që kanë çështjet gjithmonë, por me qenë se keni ardhur për të raportuar në lidhje me këtë, a mendoni që përfshirja e gjithë këtyre institucioneve, nga kryeministri, ministrat përkatës, njerëz të cilët sot kanë përfituar nga inceneratori, a mund kishte një formë tjetër të elementit bashkëpunimit, apo është e ndarë si që keni dhënë juve, sepse unë e kuptoj që po ndeshje tani, edhe këtë ndeshje kemi. Asnjë ndeshje nuk ka, është nesër. Po. Po mund vazhdoni zoti Gjoni. Pyetja, më fal. Atë. S'të me bë pyetje, po atë ka filluar ndeshja. Jo, ju lutem, mund vazhdoni zoti Gjoni. Pyetja tjetër, duke nisur, do thoni juve, ndoshta e keni pak problem, po, duke nisur nga raporti i Departamentit të Shtetit, problemi i drejtësisë sot është raportuar si një nga faktorët determinant në lidhje me luftën kundër korrupsionit. Tani, se pjesa e korrupsionit duke është vetëm e spakut, është e gjithë institucioneve të cilët janë të përfshira. Ky raport thotë që pushteti gjyqësor është shumë i korruptuar.
duke qenë se e keni detyrë funksionale, një nga hetimet e veprave penale të këtyre, çfarë rezultatesh ka, sepse në kohën që ishim ne, në qoftë se një çështje bëj se duhet ba, sot një çështje që t'jepet drejtësi duhen shumë lek. Paktën nga informacione që kam nga kolegët që punojnë avokat. Dhe kjo është për të vu duart në kokë. Sot në Shqipëri, po të shohësh, vetëm 5-6 veta fitojnë tendrat. Janë njerëz të cilët janë të lidhur me pushtetin që shumë veta i kanë konsideruar oligark. A ka hetime të kësaj natyre, sepse shohim që një person ka marrë 2 aeroporte, 3 porte. Dhe janë përfshirë që do jetë edhe objekti i Komisionit Hetimor dhe çështja e portit të Sarandës, i cili është proces hetimi, po që besoj janë edhe zyrtar të lartë të shtetit të përfshirë. Në lidhje me çështjen Berisha, kisha një pyetje, megjithëse nuk është çështje që të përket ty në mënyrë të drejtë për drejtë. Për vendimmarrje kolektive, a duhet marrë qëndrim edhe për gjithë kryeministrat e tjerë që nga periudha e 91-shit deri në momentin aktual, dhe në vazhdim të kësaj, duke qenë se çështja ka shkuar në proces gjyqësor, pse duhet thirret Berisha të vi muj për muj ose javë për javë në prokurori, sepse ka humb aktualitetin, ë? Pastrimi i parave është përsëri një nga problemet kryesore që po mbizotron sot dhe po t'i referohesh raportit të Departamentit të Shtetit, është një nga elementët të cilët ka deformuar ekonominë shqiptare. Dhe ka deformuar aq keq sa sot jemi në kushte që euro ka shkuar në ato lloj nivelesh që është sot, për shkak të kësaj. Duke qenë se është objekti i hetimit dhe i punës funksionale të SPAK-ut, këto gradacela që po ndërtohen në Tiranë, po jo vetëm në Tiranë, po në gjithë Shqipërinë, dhe shumica e tyre në vazhdim të kësaj janë edhe ndërtime pa leje, të cilët shqiptarët po harxojnë miliona euro dhe po prishen me një trame të lapsit. A mos ndoshta këtu organet të cilët i kanë lejuar, i kanë suportuar, i kanë ndihmuar, kemi të bëjmë me një organizatë kriminale në vetvete, sepse dëmi është jashtëzakonisht shumë i madh. Rastet e prishjes në Theth, rastet e prishjeve në Bregdet dhe gradacela që po të dilni sot dhe të shifni, 60% janë me para në pikpamjen time të palishme. Në lidhje me po shifsha sot një intervistë të këtij ish zyrtarit policisë i cili ka kaluar te Interpoli. Dhe me qenë se është zoti Xholi këtu dhe është pjesë e krimit të organizuar. Në lidhje me këto Sky, Matrixin dhe EncroChat, të cilët janë sot struktura të cilët juve keni, nga informacioni që vjen nga Interpoli, mesazhi çohet në një platformë sociale, pritja e përgjigjes bëhet në një platformë tjetër. Pra ka një sofistikim të krimit jashtë këtyre 3 platformave dhe sot në përdorim pretendohet që janë 10 platforma që qendrën e tyre e kanë në Holland. Duke qenë se në bazë të ligjit keni ndjekjen penale, kryesisht jeni duke operuar në shumicën e rasteve me çështje kryesisht apo mbi bazën e kallëzimeve që vinë? Se a ka një raport të drejtë midis momentit të parë dhe dytë? Çështja e bankave, dhe ju me drejtë e keni theksuar dhe për mendimin tim bankat i është bërë një gangren dhe problem për qytetarët sot. A ka një